Në teatrin shqiptar u prezantua shfaqja më e re Zotriu i parë, me autor dhe regji të Fatos Berishës. Ky është bashkëpunimi i dytë i regjisorit me teatrin shqiptar pas shfaqjes ADN, e cila trajtonte tema të ndjeshme shoqërore, si bullizimi dhe përgjegjësia kolektive. I njohur si regjisor teatri dhe filmi, producent dhe një nga themeluesit e Prifestit, Fatos Berisha kësaj radhe vjen para publikut me një komedi që përmes humorit dhe situatave të ndryshme sjell një vështrim mbi dukuritë e njohura të jetës së përditshme. Në këtë projekt janë angazhuar aktorët Visare Temi, Blerim Dardhishta, Sara Bajrami, Genci Mirzo, Gentiana Ramadani, Abedin Alimi, Sabina Memishi Aslanaj, Teuta Ajdini Jegeni, Ylber Murtezi, Hamdi Rashiti, Fisnik Zeqiri, Mentor Kurti, Heteme Temi, Bejtullah Kerimi, Azren Selimi, Aida Elezi dhe Nadi Bexheti. Për procesin krijues, bashkëpunimin me aktorët dhe pritjet nga premiera, bisedua me regjisorin Fatos Berisha. Një herë në jetë në orën e qetë që këtë qa, a me pëshina i sen, me po diçka. Po. Të ja të besë unë kër jam konë qirak, se di kërën t'i fole dhone. Leca, a punove nëse që përlyte që e të fshia? Le. Të nderuar shikuesi që po e shihni gjendemi në teatr, pikërisht në teatrin shqiptar, ku do të realizohet shfaqja Zotriu i parë. Dhe jam shumë e lumtur dhe shumë falenderuese që regjisori i kësaj shfaqje, Zotri Fatos Berisha, e pranoi ftesën tonë për të biseduar rreth shfaqjes dhe rreth procesit të punës. Kështu që shpresoj që ju do ta ndiqni këtë bisedë me kurreshtje. Faleminderit shumë që na pranuat, të jemi pjesë e kësaj bisede të shkurtër sado që është, me që e dim që jeni në procesin final të provave generale para shfaqjes, shfaqja e cila do të realizohet të shtunën me 13 qershor, një proces pune ku ne ju penguam paksa. Ja, fare s'na penguat, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, në skenën tonë, faktikisht skenën e shfaqjes tonë, është kënaqësi, të bashkëbisedojmë së bashku për këtë shfaqje, për këtë projekt, për këtë punë që e filluam para një muaj e ca, ku më duket me mos gabosha me 7 maj, ka qenë dita e parë e punës, ja ku jemi sot këtu, një natë para premierës, sonte kemi provën e fundit të generali, ku do të shohim edhe ato rregullimet e fundit para premierës. Është atmosferë e mirë, është atmosferë gjithmonë sikur para çdo premiere, ka një lloj tensioni normal që është të gjithë ne, që është ai tensioni i pritjes, i një lloj tension kreativ, të themi, kështu, që është normale, ishte një proces i mirë me ekip shumë të madhe të aktorëve të ansamblit të teatrit shqiptar të Shkupit, edhe shpresoj që nesër mbrëma publiku ta shijon këtë që kemi punuar ne. Teksa po rregulloheshte skena, ne ishim prezent jo para kamerave dhe tham, alam diçka sa për mashallah që mos të dali pastaj në shfaqje diçka që do të duheshte të ishte bërë. Dhe duket që gjithçka ka ecë shumë mirë, edhe me ekipin e aktorëve, sepse jeni për herën e dytë në teatrin shqiptar, me projekt personal, ashtu si që ishte shfaqja e para ADN-ja, një shfaqje e cila kishte një përgjegjësi shumë të madhe kolektive dhe një përgjegjësi shumë të madhe dhe kurreshtje për gjithë ato gjeneratat e reja të cilët duheshte që ta ndjekin këtë shfaqje dhe ndoqën. Ishte një shfaqje që udhthoi nëpër festivale dhe ndoshta ajo ndihma e madhe është që keni dhe jeni duke bashkëpunuar me aktorët të cilët kanë qenë pjesë e asaj shfaqje. Zotriu i parë, çfarë ju tërheq në këtë histori? Është ndoshta pak më ndryshe nga ADN-ja. Po, është në fakt shumë ndryshe nga ADN-ja, shfaqja paraprake që kam punu këtu para 2 vitesh, më duket, po, për afërsisht këtë kohë. Ajo ka qenë një tekst autorit britanik edhe ekipa ka qenë më vogël edhe më e re në moshë. Po. Ajo aktorët më të ri të ansamblit të Shkupit, ndërsa tani është një kast shumë më madhe e aktorësh. Një tekst që ne kam shkruar unë,
I inspiruar nga një komedi e Nushishit e Zonja Ministresh, cilën mendoj që është klasike në shekullit fund shekullit 19, Po, i vitit 1929, po. Kështu, po, fundi 19, fillimi 20, si autori, pra, është i asoj periude edhe si komedi klasike, gjithmonë më është duk disi aktuale në Balkan, po thuj se gjithmonë. Gjithmonë këto temat nuk largomin nga këto probleme, nga këto fenomenet e shoqërive tona në Balkan, edhe një kohë gjatë jam mendu edhe kur kam bisedu me drejtorin Zotin Ismet për projektin e radhës, për këtë projekt, atëherë kam propozu këtë ide që ta bazuar në këtë komedi, pra ta bëjmë një komedi, por një komedi të re, që si me thonë komedi tonë, në të ditëve tona. Motivet janë të asaj komedis, të atërshme, me gjitha te mund të themë se është komplet ndryshe. është modernizuar, do është përveç në kohë që ka lëvizë, është edhe tregimi pëson ka ndryshime, vija dramaturgjike ka ndryshime, personazhet janë komplet të kundërta, pra derisa atje ka qenë zonja Ministresh, ka qenë gruaja ministri, këtu është burri i ministrës, janë ndru dhe gjinit, po edhe shumë gjëra tjera. Shpresoj t'ja kam dalë une i pari si ai që e ka shkru këto, dhe pastaj gjithë ne së bashku t'ja kemi dalë. Si proces ka qenë goxha i mirë në kuptimin në punës me aktorët, nga që më duket mua e kanë pëlqy dhe ka qenë një proces që i kanë dhënë maksimumin edhe ata me pasion e me entuziazëm, që është shumë i nevojshëm në këto punë tona në teatr. Kemi pas edhe bashkëpunim të mirë pashtu me bashkëpunëtorët, që me skenografin, me kostumografin, me kompozitorin, me ekip me cilën kam bashkëpunuar edhe në projektet e kaluara, edhe në bashkëpunim të mirë me stafin e teatrit, që është shumë e rëndësishme, pra që sepse është një projekt i madh, relativisht i madh. Po, shumë aktor ka kasë. Po, edhe kështu që gjithë summa summarum shpëtuam gjallë të sot. Edhe për mësysh, diçka kemi lënë mangu për nesër, që mos tjetë kështu çdo gjë perfekte, edhe me zis pres me thonë drejtën edhe une, që ta shoh publiku se si e pret, nga ajo sa po bisedojmë ne, sa po shohim, sa po thrasin edhe nga Kosova, ka një interesim. Në gjallë kureshtje shumë, sidomos posteri me kravata me euro, edhe ajo metra e roba qepsit, është goxha kureshtje. Paka shumë e thatë se kush është zotriu i parë, është një farë spoileri që ndoshta do kishim dashur edhe neve me na e dham pak ma tepër. Zotriu i parë është zotriu i cili merr epitetin prej zonjës vetë, ndoshta. Po, është personazhi Xhabiri që e kam titulluar, pra është një robaçeps, një njeri normal, i thjeshtë ta quajmë kështu, nuk ka një sukses të madh në karrierën e tij, nuk ka një lloj pakënasie me situatën e tij financiare, dhe një grua që është e shkolluar, por ndershme, punon në administratë shtetërore, por nuk abuzon asnjëherë, ndërsa ky ka tendenca që pak ka dëshirë që të pak të abuzon me pozitën e saj, por ajo është shumë e drejtë dhe moralshme dhe nuk bën atë punë, dhe pastaj kur në një moment ajo nga pozita administratës bëhet ministre, ky keq përdor atë situatë dhe keq përdor emrin e saj dhe pozitën e saj duke kriju favore për veti, për shokët e tij, për kushërit e tij. Ka vende që gjithkush mund ta gjejë ndoshta edhe veten edhe dikon brenda në këtë shfaqje. Pra një situatat që besoj që njerëzit, si po thoni edhe ju, e përkthejnë pra ka nga realiteti goxha shumë, nuk kemi bazuar në diken konkret. Po, patjetër. Edhe bile se kemi edhe në tekst aktori kryesor, roli i kryesor që luan Visari Temi, e thot në fillim të shfaqjes, e sen edhe këtë murin e 4, e thot
kjo që do të shikni sonte nuk është e bazuar në ngjarje të vërtetë. Po. Edhe pastaj fillon shfaqja. Patjetër. Është interesante se si komedia në mënyra të ndryshme, posa asaj që na bën për qesh, dhe shumica e njerëzve dhe publikut ndoshta e pëlqejnë komedinë, për shkak se nuk janë ato temat e thella dhe tranda që duhet edhe brenda shfaqjes të analizosh, në mënyrë të tërthort sjell në pak të gjitha ato karakteristikat njerëzore. A është kjo shfaqje që ndoshta në mënyrë të tërthort ka prek pak sa edhe satira, nuk është veç për qesh? Po, është e drejta ajo që thuani, komedia e ka këtë luksin, apo brenda formatit saj, të zhanrit, më lehtë gëlltitet më lehtë kritika, apo sumbimi, apo satira, për dalim prej dramës, që mund të jetë shumë e drejtë për drejtë, mund të ketë efekte të ndryshme tek publiku, apo tek ata të cilët i drejtohet ky sumbim. Zakonisht bëhet fjalë për ata që janë në vendimarrës, zakonisht me shumë shpesh teatri është i tillë që nga koha antike deri sot, mos them tërkohës që është merret me fenomene shoqërore dhe është goxha kritik ndaj atyre, po komedia e trajton në mënyrën e vet, edhe është më, si më thonë, ndoshta më e dashur për publikun dhe ka qenë, jo vetëm në kohën e sotme. I bëhet një lloj padrejtësie, mendoj në komedi, sepse shpesh nënvlerësohet si një zhanër pak më pak i rëndësishëm se sa drama, që është demek shumë serioze, shumë rëndësishme. Komedia është pak më e lehtë, në fakt, për mendimin tim edhe të shumë njerëzve të këtij zanati, komedia është shumë më vështirë të bëhet se sa drama. Efektet e komedisë duhet t'i shohim me një herë, edhe me njerë du t'a dim a ka sukses apo s'ka, për dalim për dramës që edhe mund të kaloj shfaqja, ndoshta e kuptojmë më vonë, a ka qenë mirë apo s'ka qenë mirë, a është kuptuar apo s'është kuptuar, publiku në komedinë duhet t'a kuptoj që të qesh. Po, patjetër. Pra nuk janë detyra të lehta. Biles e marrëm nga filmi, ma ka pason një herë për industrisë filmit, një kështu ekspert dramaturgjik, ndërkombëtar, sa vuajtja është globale, ndërsa e qeshura është lokale. Pra gjithë qajmë njëjtë në këtë botën për gjërat e ndryshme, por qeshim për gjërat gjërat të cilat na rrethojnë dhe na tangojnë gjithë. Po, jo për të njëjtat gjërat qeshim në këtë botën, por vuajmë për të njëjtat gjëra. Kështu që komedia në atë aspekt, po mendoj që është përshëndetje ju. Jemi në atmosferë pune, këtu mbrapa janë aktorët e bashkëpunëtorët. Kështu që komedia është, po mu më pëlqen si zhanër, më pëlqen edhe pse të them drejtën, besoj që në këtë kohë që jemi këtu në shekullin 20, tani ditë të sodit, edhe zhanret kanë fillu nuk janë më të qarta, të pastra, si që kanë qenë. Fakti që ne konsumojmë shumë, publiku konsumon shumë, sidomos për shkak të teknologjisë, shumë filma, shumë seriale, ka mundësi të shef edhe shfaqjet të xhiruara tani në këtë bota, edhe është zhvilluar edhe shija e publikut, edhe zhanret janë përzir pak, edhe unë e parapëlqej. Biles është një shkrimtarja britanike, Phoebe, ja tani bëjami nuk po më kujtohet, por ajo që ka shkruar komedinë Fleabag, e ka një fjali të bukur që gjithmonë kur punoj e kujtoj edhe tentoj ta praktikoj, e thot çarmatosi publikun në fillim me komedi dhe pastaj godite fort aty ku duhet. Aty ku duhet me dramën. Unë mundohem edhe të kjo projekt, mundohem që t'i përmbajmë pak a shumë kësaj maksime të Phoebit, jam mundu që të jetë fillimi edhe komplet, në thonë zhvillimi si komedi e kësaj, por që i themi dhe sa vërtetat që godasim. Jo shumë të këndshme. Është interesante, ashtu si që e përjetova nga përgjigja juaj, është që ju e pëlqeni dhe e thatë edhe në përgjigje që e pëlqeni dhe e doni komedin, ndoshta ajo është mënyra juaj si regjisor për ta treguar edhe për ta balancuar mënyrën se si do ta pres publiku edhe ai që e ndjek një shfaqje apo një film,
apo një serial realitetin i cili po na tangon dhe po na rrethon të gjithë neve. Në këtë shfaqje, do qeshim vetëm me personazhet, apo është shfaqje që do na bëj pak më tepër të reflektojmë, edhe ta gjejmë, edhe të pranishmit, ndoshta ta gjejmë dikund i fshehur edhe veten në brenda shfaqjes. Po, shumë pyetje e bukur edhe e vështirë. Unë me sigurt jam që do të qeshin me personazhe, me karakteret e tyre, se janë të ndërtuara mirë dhe aktorët i kanë ndërtuar shumë mirë. Por po ashtu, po shpresoj dhe besoj që s'paku do të buzëqeshin me fenomenet që i trajtojmë ne, me situatat që krijohen, me tendencat e personazheve për të bërë gjëra që i bëjnë, që do t'i shmangën nga pak ligjit, nga pak situatat që i kemi pare, i shohim çdo ditë që na ndodhin jetën tonë përditshme, që krijojnë një efektin komik, po që edhe pastaj edhe na bojnë edhe të reflektojmë se ku po jetojmë, si po jetojmë. Edhe kemi edhe një personazh i ministrës, gruas e këtij Zhabiri. Zotëriu të parë, që sot duhet të shohim një ditë të shohim vetën pasqyrë dhe të mendojmë do të na vijë turp nga fëmijët tanë. Kështu që besoj që kjo ndoshta është pjesë e mesazhit që ndoshta doni ta përçoni, edhe këtë më duket e analizova nga përgjigjja juaj. Keni bashkëpunu pak a shumë me shumë aktorë që keni bashkëpunu në ADN, mirë po ky kast është pak më i madh, me më shumë aktorë. Në fillim të pyetje përgjigjeve tona dhe bisedës tonë, tha që filloi procesi i punës prej muajit maj, është një proces shumë i shkurt kohor që u realizua kjo komedi, kjo shfaqje, edhe pse komedia është shumë e rëndë për të realizuar. A ka pas ndonjë moment, ndoshta gjatë provave, që keni thënë, a duhet ta ndryshoj këtë skenë? Ndoshta regjisori e shef derisa të hynë në proces të shfaqjes për ta ndryshuar një skenë apo një pjesë, një paragraf të skenarit apo. Po, ka pas. Edhe i kam ndryshu. Kam shkurtu, kam heq, kam shtu. Është proces normal, besoj unë. Po edhe unë tentoj gjatë gjithë kësaj themi karrierës sime, shumicën e shfaqjeve, mos them ndoshta edhe gjitha, por s'paku këtu kur jam pjek pak më shumë, i ndërtoj me aktorët. Pra i bazoj, pra regjia ime, nëse mund të quhet, është i bazuar në lojën e aktorëve. Pra që i bie që edhe procesi i punës unë e bëj me aktorët. Pra kam dëshirë shumë të punoj me ta, u besoj shumë, kërkoj natyrisht edhe bashkëpunim me mua, edhe i ndëgjoj, marrë edhe prej tyre shumë, kam dëshirë të marrë nga ta, anën kreative, ide, sugjerime, edhe mendoj që çdo shfaqje është proces i gjallë, pra nuk është diçka fjala e shkruar, nuk është libër i shajt, pra ndryshon, sepse kur jeni, kjo është një lloj, themi kështu, në thojza sporti kolektiv, pra është punë kolektive që nuk regjisori ose autori, ose në këtë rast, unë kam qenë të dyjat, por nuk i di gjitha, edhe pse ajo është, si me thonë, ndoshta në krye të ekipit, por nuk i di gjitha më mirë se tjerët, edhe s'paku unë tentoj të i dëgjoj edhe tjerët. Edhe pastaj ky proces nuk është edhe shpesh i lehtë, sepse pastaj ka dhe shije të ndryshme, ka perspektiva, këndvështrime të ndryshme, po kjo është mandaja puna e regjisorit, që duhet të balansoj këtu. Unë këtë rast kom qenë pak i dyzum, se kom qenë edhe autor i tekstit, edhe regjisor, është hera dytë që po e bëj këto, që po e punoj tekstin tim. Më herët vitin e kaluar kam punu një tekst në Teatrin e Xhilanit, që kam shkru unë, edhe pra këtë herë kam vendosur tash adin si, po kur e kam shkruar, më ka marrë goxha shumë kohë ta shkruaj këtë, po them ky vërtet që puna me ekipin është një muaj e ca, po shkrimi më ka gjatë goxha shumë. Goxha shumë. Po. Kur kam shkruar, kam thënë me vete, kur kisha momentet krizës, thosha, ok, stop, mos mendo si regjisor, le ta zgjidh regjisori. Po.
tash mendo si shkrimtar, shkruaj atë që mendon, le të merret regjisori me atë punë. Kur erdha këtu në karrikën e regjisorit, thash çka ka shkruar ky shkrimtar, ai ku më. Kështu që pak kur punojmë tekstet e huaja, zakonisht tentojmë tekstet më të mira dramaturgjike të kemi, kur punon diçka që shkruan vet, nuk është lehtë sepse nuk e ke atë distancën e duhur ndoshta me tekstin, edhe unë kam tentu, sa më shumë edhe kom thonë edhe ekipit aktorëve, bashkëpunëtorëve, trajtojnë tekstin thu se unë s'është i imi, në kuptimin folni lirshëm. Folni lirshëm, s'po kuptoj, s'po m'pëlqen. Ata ndrojmë këtë, ata bëjmë kështu. Ky bashkëpunim është shumë i rëndësishëm. Prandaj është ajo që keni shumë sukses edhe në gjitha projektet të cilët ju i realizoni. Shpresoj. Jeni një ndër regjisorët shumë suksesshëm edhe me gjitha ato punët të cilët ju i realizoni dhe me gjitha projektet të cilët i keni realizuar. Ndoshta bashkëpunimi është ajo që juve ju ka bërë t'jeni ky që jeni. ADN-ja dhe Zotëriu i parë e ka ndoshta qasjen e ndryshme. Janë dy ngjarje të ndryshme, mirë po duke që e kanë thellësinë e njëjtë, një mesazh i cili do të ngelet shumë në kujtesën e publikut. Cili do kishte qenë ajo pjesa që ndoshta ju do kishit dashur publiku ta thith në premiera apo në reprizat e ardhshme? Unë e kam shumë vështirë kur bashkëbisedoj sidomos me gazetarët apo edhe me kolegët, me njerëzit, me publikun që kur më pyesin për mesazhin, sepse disi më duket që ose po e dekonspiroj veprën, ose ndoshta nëse e shohin e nuk e kanë kuptuar, atëherë është problemi te unë. E marrë këtë si defekt personal. Unë tentoj dhe mendoj që vepra teatrore duhet kuptuar. Ka dhe të tillë që nuk është thonë që nuk është me rëndësi, mund të edhe nënvedia ata e merr, nuk do të thotë tjetë çdo gjë e kuptueshme. Ka çasti, sikur te artit figurative për shembull. Ka realizmi, ka dhe abstraksioni, pra. Ja, këto dy personazhet që sapo kaluan, pra Visari dhe Genci, aktorët e kësaj shfaqje. Kështu që mesazh nuk mund të them për këtë shfaqje të flas për mesazh, gjithsesi tentoj në çdo punë që të trajtoj fenomenet bashkëkohore të publikut sot, edhe tema sociale. Që i flet publikut sot, pra publikut sot të Shkupit, ja, këtë sallë do vinë shumica publik e këtij qyteti. Patjetër. Edhe tentoj, prandaj edhe kur punoj, unë gjithmonë rri në atë qytet, kudo që punoj flaj, pra e jetoj atë një muaj, 2 e sa, edhe dua ta kuptoj edhe energjinë, frymen e humorin e atij qyteti, problemet, frustracionet, janë të ngjashme, nuk janë shumë... Po Ballkani është që kjo. Por megjithatë gjithmonë ka edhe specifikat e veta, kështu që tentoj që publiku ta godas edhe emocionalisht. Unë jam për teatrin që godet edhe emocionalisht. Patjetër që do të godet në kokë, se në kokë dekodohet ajo që ne e themi, pastaj do të zbret poshtë te barku. Uroj që unë nuk ju mora shumë kohë brenda në këtë proces pune. Unë desha dhe shumë pyetje t'ju bëj në lidhje me festivalet, në lidhje me punën tuaj. Do ta shfrytëzoj këtë mundësi, se nuk e dija do të takohemi për prifesin e këtij edicioni. Jeni të mirë se ardhën në Prishtinë, patjetër. Uroj që kemi mundësi dhe shumë kam dëshirë që të vim. Ka ndonjë ndryshim, lëvizje këtë edicion, a ka risi të cilat do t'i presim? Unë gjithmonë e kam këtë përgjigje në kështu pak klishe është, po gjithmonë me gjithë shaka e them që ka risi shumë, sepse çdo film është i ri për vitit kalum, janë gjitha premiera. Do të kemi si vjet, jemi ende në proces, nuk mund të shpalos gjërat, jemi në proces selektimit filmave, të kontaktit me mysafirë që do vinë. Ajo që mund të them nga kaq sa di unë, është që do të kemi edhe hapjen edhe mbylljen madhështore.
Kështu që urem që të mundemi të vim. Unë të kërkej shumë falje që ndërhyra këtu me pyetje shumë tjetër dhe të falenderoj shumë që ndave kohë për ne. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e jona. Dhe pra shikues të nderuar, kjo ishte fundi i bisedës tonë, sigurisht që do të ritakohemi edhe më tutje me materialin në vazhdim. Shfaqja Zotëriu i parë pati premierën më 13 qershor në Teatrin Shqiptar, në praninë e shumë dashamirëve të artit, kulturës dhe teatrit. Me reagime pozitive dhe duar trokitje nga publiku, komedia shënoi një bashkëpunim të suksesshëm në repertorin e institucionit, duke sjellë para publikut një tjetër projekt të regjisorit Fatos Berisha dhe trupës së Teatrit Shqiptar. Me shtet mirë? Po, mirë, ti si ke qenë me shumë. Po hyp po shtrim. Në motor, çish po çka motori? Mirë që s'po e them qafën, sidomos me këto grobat këtu te lagja jote. Ama mirë që e mund që këtë helmet me vetë. Po. Me punë që shjellu? Në punë të shtetit e dinë ti, administratës shtetërore. Punë shumë, rogat e ulta. Ama po thoi që fitim e malë është. Papa shëzdo që është. Jo, për ne jemi sektori i follë, ne jemi si ato peshqit e vejgje për në zgelet të të. A mundesh me fol me zonja Najshe, me fol dyshysh me zotrin ministrin, për punën time, isha fjana me më rritë dyshysh në detyrë. Ka pse tja se një vjerë tonë? Po ty me dojë dhomi që ka shre se shkimi që. Ma bre një nuk më ndihmove që pas ke qenë kështu po vjerë i tjerë, shanë e tajnë pas të durve, ti njerë ta pash, hajde nuk pitë shumë madhe. O dhonda, ti mu paskoni me qëm, s'kishe nejtë në punë shtetit, për kështë qenë kishka për matë. Po qika jo të vetë më ka thënë futur në punë të shtetit, se... Po qika jo mu paskoni me qëm, nuk kështë martu hiqë me ty. Veta ke prezertu mërë bazë? Qika jemi më paskone meshme nuk më kështë ngu mu e heq, për kështë ngu në në vetë. O, zonja Ajshe mu më do më shumë dhe... Zoja Ajshe kështë kone meshme nuk kështë martu hiq me mua. Sa shumë jetu për t'i krejt, për një shjasht kera më për rritmër të kojshit më amre? Ti shakone një meshëm se qalonat primitivit me beja tokën me drejt shpijen aty, e qësa është të ngonë. Ti shakone një meshëm, s'kisha pi i qaj pe ju, për su për kësha shku në kapon kësha shku në. Hej, a dëgju! Po me dëgju kur ta përzin dhëndri të qojnë, ke kitë më holla me rresh. O, jo, mare, në shënë televizionin, dhezën e radio. Qa bo më re, qa bo? Qa ka pos me ndodh garat, ka pos në i demonstrot, ki ka stravici sërën e O, por. jo, demonstrata, por si duke demonstrata kam pas sukses. Hajde po sot, hajde, di. O, bab Karo! Andi shola nuk është rëdzu, kush ka robe? O, bab Karo, qeveria të thonë. Eq, Qa je bredu? hajde, di jashtë e këtë nëzirë, jashtë e unë e të qëtë. Po, për qeveria pas ka dhëmë të veqë, që e... O, tjelo! Ka të shaka ndohë? Po, tash me bab qeveria ka dhëmë dërheqë. Do me dhëmë demonstrata shta e kina dhëmë, kam pas sukses. Hajde shaka mëse është e pis. Po, babun e me... Po, shkape ti të njona për në ministrive do më atë roftë. Po, që i shako linje. E robja qasonja për t'i plejt ty që do pa dohet, që ti shkyllë në mëse dhe nuk i hartojti. Mu vetë mamin ka thonë që korupcioni është dukuri negative që duhet shrukur. Hajde, barem, poktën tanina një fjoll, hajde në këtë shpi. Një fjallë të hajrit? Që një fjallë të hajrit? Nëse do me ndryshu botën, shkoj shpe dhe duaj e familjen tënde. Ajo thash që kene me një fjoll, hajde në këtë shpive. Ndaj familja e me doshtun, unë e dha shpi... Po pse, apo ta dena i kushtuja. Nga se dha shdo heqe. Qish? Qa ka ndodh ma? Bravo, ma, mbret neshi. Veç pak, tani, ka thëmë të veqë kushtë më ndihmon më për vrejtë. Ako, mundësi një pytje e bosh e do kësha bashorte me nga bonë vje? Urdhënoj dashur bashkëshok? Do me thonë, ti dhove të rheqja të roqeveria, po? Jo bashkëshok të brengosur, s'pari roqeveria, mandej da shumë ndërheqë. Në cilën a dhejt me ta dhejt. Fatë, se kësha verune, era u zilja s'punëke, tjera derës, dera u qetë dhe hinë në mrejnë. A ku sheti? Unë jam vedrija.
Cili vedrebe? I partijës. Cilis partime? Tonës. Më ka qenë kryetari me fërë me zënjë najshë. Për tërheqën, kryen që keqe kosë në kone heqë. Ja, nuk ka kja shumë urgent. Osë më dobe kërë ti une, një bitë. Ne nuk po kuptit. Së të ribedre? Që ka të bodi këto? Falë zënja sekretar. Ofa. Falë zënja hajshë, të kam pyrë telefonja 56 herë maili e kishë. E kontik, dhe se kur dash dërheqjem të shmendën nga zëfar. Nëse ke orë për kune me dërheqjes asë në të. Jo, kja Peter Gjirë, ki që tërse, kryetari partijës në ka qëmë. Cilës parti? Tonës e ma, tonës. Tonës. Pse ka dërku pi kryetari? A, që shtojnë, pika mu shëtu, si kur bëhat ka. O, me drejtë një temë. Po për temë. Sa fje nga fau kishi kam. O, për rrinë drejtë se zoti për në kinë. Po, juve, kryetari e ka formu qeverin e re. Edhe? Kështë ju ka e mru. Çka ka e mru? Ministre! Hajde po hajde!